Unë jam në një mision. Kështu e ndjej unë. Nuk e vën dyshim. Me të A do gjithë të thotë kjo ky mision do që ju do të jeni gjithmonë në krye të Partisë Demokratike? Ky mision do përmbushet. I vështirë, por do përmbushet. Absolutisht e ndjej mision. Tani, se çfarë do bëhet në Partinë Demokratike, ajo parti është parti demokratike, e hapur, ka vot, ka çdo gjë, dhe ju siguroj ju që çdo njeri do ketë hapësirën për të thënë mendimin e tij. Sali Berisha është në një mision për mbrojtjen e një vlere themelore të humbur. A ka pasur ndonjë moment gjithë këto ditë që nga 11 maj, zoti Berisha, që mund ta keni kaluar në përmend, qoftë edhe për një çast dhe për një moment, të largoheni nga drejtimi të Partisë Demokratike, domethënë të vazhdoni të qëndroni deputet i Partisë Demokratike, siç bët pas vitit 2013, po të largoheni nga drejtimi. Asnjë moment. Po atëherë pse vutat e në statut, doktor? Po pse por zgjedhje, thot zgjedhje, jo fars. Morëm të fragment dhe falenderojmë emisionin Log të intervistë me doktorin, ku esenca është që ai është një misionar dhe nuk do riqet asnjëherë. Por, nga ana tjetër, ka dhe një udhkryq për doktorin, sepse nga një anë nuk jep dorëheqjen, do të ketë një fushat kontestimesh, dënimesh të zgjedhjeve të farsës etj. Por nga ana tjetër ka edhe një përballje me procesin gjyqësor për çështjen partizane. Zoja Bozheku, të lutem, çfarë për ata që nuk e kuptojnë diferencat, siç nuk e kuptoj unë dhe shumica atyre që ndjekin emisionet. Pra, në këtë moment, kur prokuroria mbyll hetimin dhe ja kalon gjykatës, do thotë që sipas hetimit nuk prapësohet, pra shkon në një fazë të re. Pra, prokuroria gjykon që ka dyshimet dhe provat tani të arsyeshme, të cilat do t'i certifikojë gjykata, për ta çuar në gjyq. Pra nëse deri dia thonim për doktorin, për shtetin e tij që po e mbajnë në arrest shtëpie, pa gjyq, pa këtë pa atë, sot në çfarë faze jemi? Pra ata të cilët kanë dituri të përcipta juridike. Në fakt është një fazë ndërmjetme, sepse prokuroria e ka bërë atë që quhet ushtrimin ndjekjes penale që më herët dhe ka kaluar në gjykat. Pra që do të thotë që prokuroria deri në përfundimin e hetimeve të saj është e bindur dhe ka atë dyshimin e arsyeshëm të famshëm që përdoret kështu si fjalë dhe elementeve probator që ka. Po besoj ka dhe prova. Elementeve probator që ka se fushia e provës vërtetohet vetëm në gjykim. Nuk e kuptoj njerëzit, nuk ka fakte. Që quan nëse si prova. Gjykata do ta vlerësojë. Për prokurorinë janë mjaftueshme për ta dënuar, se qëllimi i prokurorisë është gjithmonë dënimi. Po. Shumë rrallë pafajësia në një prokuror vërtet ekselent arrin të kuptoj që ka dhe pafajësi. Nuk është histori tjetër. Dhe në fazën e seancës paraprake, që quhet seancë filter, në praktikën gjyqësore shqiptare dhe dua ta nënvizoj kështu me shumë nënvizime të thella, është që nuk shërtohet asnjë gjë që lidhet as me ato që janë elementet e mbledhura nga prokuroria deri aty që të thuhet qëndron apo jo ajo akuzë. Prokurori nuk i hyn fare gjykata jon, gjykata si seancës paraprake nuk e merr përsipër këtë barë përgjegjësie. Dhe ja kalon treshes. Jo, e ka më kollaj të ja kaloj treshes. Dhe këtu është pra nga një gjyqtar i vetëm që nuk e ka aq forcë, akoma nuk është e konsoliduar sistemi jon procedural penal në këtë drejtim, që të ketë forcë gjyqtari seancës paraprake të jetë autonom i vendimarrjes dhe ja kalon treshes për gjykim. Këtu fillon procesi penal i mirëfillt. Tani nuk e di ke rasti zotit Berisha, sinqerisht kam një mungesë informacioni këtu. A ka kërkuar ndonjëherë gjykim të shkurtuar apo më sa nuk ka kërkuar gjykim të shkurtuar. Është me gjykim zakonshëm. As Berisha dhe as personat e tjerë të pandehur. Që do të thotë që gjyqi i zotit Berisha do të jetë një gjyq i gjatë, padyshim do të jetë shumë i gjatë, ju garantoj për këtë. 7 muaj zgjati. Kështu që pas jetë në gjatë. Jo, do të jetë shumë i gjatë, sepse kur i hyjmë në gjykim të zakonshëm. Çdo më thënë shumë i gjatë. Do të thotë që mund të zgjasë 3 deri 4 vjet minimumi. Minimumi. Sepse do të lozet shumë me afate, do të lozet shumë me shtyrje, ka shumë prova,
ka shumë prova, tash ti flasim që jemi në kuadër të provës, në këtë gjykim, që aty dhe gjyqtari do thotë kjo bën, kjo s'bën, kjo duhet, kjo s'duhet, kjo është marrë, kjo s'është marrë Do thirrën dëshmitar. Dhe do të jetë një gjyq i lodhshëm, do të jetë shumë i lodhshëm dhe në fund të shohim se do Okej. Ky gjyq i lodhshëm që thotë Enida, e Sona si e gjykon, do jetë i lodhshëm dhe politikisht? Po besoj që zoti Berisha politikisht e kreu që kishte për të kryer, unë thash kur tha Enida që do zjas shumë gjatë. A dëgjove që tha? Po Jam në sigurisht mision, tha. e dëgjova që është në mision. Misioni i tij duket se është vetëm të mbijetoj personalisht dhe jo politikisht. Misioni i tij politik u kuptua cili ishte. Dhe nuk është se është një surprizë pse Berisha kam bindjen e plot që ishte i qartë do mbrënte në këtë pikë dhe ka marrë çdo masi në këtë pikë të i pashqetësuar. Jemi 12 ditë pas humbjes së thellë dërmuese, askush në atë parti Sali Berishës ende nuk i ka thënë ik në shtëpi. Askush. As ai vet i cili kur u rikthye në PD tha do vë Nenin Basha. Neni Basha ishte ajo që zbënte Lulzim Basha. Neni Basha ishte kryetari kur humbet zgjedhjet, largohet. Ky Sali Berisha nuk e prek Neni Basha. Kështu që misioni i Sali Berishës është i qartë, të ruaj PD-n dhe të ruaj pushtetin e tij politik shumë të rëndësishëm, duke mbajt PD-n të pa trazuar nga të tjerë në atë parti. Kështu që nuk ka ndonjë paqartësi për këtë. A ka fuqi doktori të bëj revolucion? Dhe kur llogarisë doktorin 81 vjeç, zhej revolucioni do të ishte bërë, po të kishte pasur fuqi ta bënte. Nuk kishte fuqi as për revolucion, nuk pati fuqi. Për drejt, mos më përgjigj me ironi, më të lutem. Po zhej, po tani ti po mpyet me ironi, po mpyet. Ore, për them Berisha them 500.000 anë armat. Votuesish Partisë Demokratike, të cilët e kanë ndjekur doktorin dhe si duhet e ndjekin në çdo orë të ditës së natës. Kur bëri protestën në 16 maj, sa ishin 500.000 apo ishin 50.000? Nuk i thirrje të gjithë doktorit, po mund të thrasë tani. I thirrri zhej. Zoti Berisha ka thirrur në mënyrë të vazhdueshme dhe ka dështuar të tregojë që ka suport popullor. Në ditët e tij më të mira nuk i ka pasur 500.000 veta në shesh. Në asnjë ditë të mirë. Më shpjegoni një gjë. Kur e votojnë 500.000 veta, si ka mundësi që nuk dalin 50.000 veta? Kjo lidhet pikërisht me atë paktin e famshëm që po zoti Berisha bashkëpunim me kryeministrin aktual Rama bë në 2008 dhe vazhdon me sistemin zgjedhor. Sepse sistemi zgjedhor i tij po e bën vetë, edhe kur bën reformën zgjedhore që e prekën. Votojnë PD-n për çdo arsye, votojnë. A e prekën reformën zgjedhore tani për diasporën? Ata votojnë Berishën. Po se ka qenë kur mo? Ka njerëz që shkojnë dhe votojnë. Momentin që ishte Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike. Po, që ka patë rezultat të mirë Sali Berisha në 11 maj. Në 2021 pa diskutim, por kur u nda partia dhe po themi logun e kishte Lulzim Basha, i bëri thirrje Saliu Berisha të vetëve, pra demokratasve që e njohin atë si shef, dhe ata praktikisën Bashën për Saliun. Pra kur thua Partia Demokratike, ka thonë Sali Berisha. Partia ka gjithmonë më shumë votues se çka antar. Nuk është antarësia e Partisë Demokratike 500.000. Nuk janë njerëz që shkojnë pas Sali Berishës 500.000. Ata 500.000 votojnë PD-n për shumë arsye. A dhe ti më thua që do jetë një opozitë komode për Edi Ramën? Sigurisht është një opozitë. Do bëj kështu, do vinë për emisione? Është një opozitë fantastike për Edi Ramën, një opozitë e përçar, jo thjesht një PD e lodhur, por është një opozitë e përçar me gjithë eksponentë të tjerë të opozitës që nuk u bashkuan në një ombrell për të luftuar Ramën. Se kanë marrë 200.000 vota të tjerë zoti Berisha. Atë domethënë këtë vullën që u kalua nga Basha ke Berisha e bëri Rama. Arsyeja pse fitoi Edi Rama është një Sali Berisha, dy janë partitë e vogla. Pastaj llogarisim krimin dhe pushtetin. Jo, nacional, lutem. Vazhdo se të ka marrë malli për ponentën tënde, që do të dëgjoj më ëndje pas. Arsyeja që fitoi Edi Rama është Edi Rama. Është Sali Berisha. Jo, moj zemër. Është Sali Berisha. Arsyeja që fiton Edi Rama është e keqja me keq. Trashëgimia e një partie mëm që ka gjithë strukturat bazë, që njerëzit e besojnë, që ka rrit rrogat, që ka rrit pensionet, që ka bërë rrugët, që po na çon në Europë. Kjo është arsyeja që fiton Rama. Arsyeja që humb Berisha është e njëjta që e ka thënë fare, më unë kam qenë brenda njës, propagandi mavria unë tani. Arsyeja është mojesiona. Arsyeja është 8 dhjetori i vitit 1990. Qyteti studenti, më dëgjo, bravo, kjo është kontrasti, në 8 vjetor, më dëgjo, në 8 vjetor 1990, ju drejtua studentëve dhe tha, kam ardhur këtu me mision, është prap mision, nga shoku Ramiz, po pra, ja dëgjojmë, me mision, dhe vazhdo në thot jam misionar,
Unë e falenderoj që më nxjerr të vërtet për këto që them, po këto i kam thënë që para 7 vjetësh, se kuptoj pse s'më dëgjon. Ai është tërësisht i Ai qartë mund të se jetë, mund të shkoj, të gëzoj pensionin, e kupton? Nuk trashëgohet partia. Kushtë? Jo, partia nuk është Bajrak. Baba, këtë po, ja. Ne të dy nuk e thënë të gjënë me regjistre të ndryshme. Regjistri të shkri pasë falë zotit. Dakor, Rosh, falimderit për regjistrin. Do mësoj prej teje, po këtë i jo, gjë. do mësosh prej mja, mas mësoj unë do të nga vetja, jo ti prej mua. Shikosh do të për shembull. Barim Greqin. Ke partin që quhet Nea Demokratia. Në Shqip përkthimi është i vështirë. Mund të jetë dhe demokracia e re dhe republika e re. Se s'të pëlqen ty të Beleza, shkojmë pasat me çfarë mitesh Fare më nuk më pëlqen. Me çfarë mitesh Tani ftoj, ke PD-n që bën aleancë me deputet të cilët në shtetin fqinj kanë përkrahur dhe agimin e artë. Ke një PD që Vasil Shahinin, do me thënë, e bën hero, ndërkohë që ka bërë masakër. Po nacionalizma është gjëja më e pakët që mund t'i faturosh Berishës. Ka shumë se kaq në atë listë. Nuk është nacionalizëm, kupton ç'po them. Kjo është trasti ndaj kombit. Unë këtë po të them. E sjona, më dëgjoj, të lutem deri në fund. Shqiptar nuk e ndëshkuan për këtë. E di që të ka marrë mallin për mua, do të flas për mua, po tani më dëgjoj se dëgjojnë gjithë shqiptaria. Kjo është trasti kombëtare. Kjo është trasti kombëtare, moj zemër. Është trasti kombëtare. Shkon shet detin. Shkon bën aleancë tret e ndëshkuan se rikthehet me një fotografi Zoti Sheu, që thota Duena. E ndëshkuan 2013 se s'vajti në shtëpi. Çdo në 2025. Baba më ngrihet si fantazëm. E thash herën e kaluar, u ngrit çfati Shqipërisë, fati PD-s, si i vdekuri nga vari, mori udhën e Aziz duke rendur si i mari. Ku vete? Çfarë do sjellësh më burin? Jo sinqerisht. Solle Lulin, flinte gjumë. Kë do sjellësh tjetër? Dhe nga do e sjellësh, dhe solli veten. Jo vetëm veten, pse? Ricikloj figura që i kishim harruar na me nishan. Vurit të tjerë të cilët janë në proces gjyqësor dhe të një vlere për historikun shqiptar, Gërdeci, mos të harrojmë, se vdishën 26 pafajshëm, dhe duhet nënvizuar kjo gjë. Dhe kjo ishte një lloj ndëshkimi. Rama ka meritat e veta, ka dhe ato jo meritat e veta, se duhet ta themi dhe të mirën dhe të keqen e kësaj qeverisje, se s'mund të themi që i ka vetëm të mira, se pastaj te kalojmë kufit e normale. Por Rama kemi dhe anën tjetër, që opozita me Berishën, ricikloj figura absolutisht të papranueshme, por bëri dhe një gabim tjetër, akoma tjetër. Farsën brenda llojit vet, se tek bëri primaret, që kishte figura shumë të mira, njerëz vërtet me integritet dhe që mund të ishin diferenca, i eliminoi në mënyrë le të themi të pamëshirshme. Kjo është autokracia. I kuti që të gjithë dhe vurit autokracia. Që sinqerisht kjo është autokracia. I sollën 3 mandate dhe i la jashtë. Por ama kjo andikoi dhe jam dakord me Sionën, andikoi kjo politikisht në marrjen e më shumë mandateve, shumë më shumë se çfarë Rama realisht kërkonte apo mendonte se Dhe unë po të them, në luftën e Kosovës. Ishte retorike. Në luftën e Kosovës, kush e çonte naftën në Beograd? Nejse, kemi frikë. Akoma kemi frikë. Sinqerisht. Unë e kam bërë gjyshin partizanëve e vran 43 nuk pash të hajër. Edhe unë dam në mamas mu. është e vareza e dëshmorve. Aty kemi gjithë, dëshmori kemi të dhe, po nuk i pam në hajër këtyre dëshmorve. Besoj që nuk do më vrasë njeri për këto që them. Në rregull, janë ca të vërteta në advokati, faleminderit për termin, janë fakte të cilat unë se kuptoj pse populli shqiptar i haron. Dhe unë jam dakord me atë se nuk votojnë Sali Berishën, jo. Votojnë PD-n sepse u dhëmb demokracia. Po PD me Sali Berishën nuk ka. Mund të ketë PPSH, po. Këtu gabon, lërë. Po mirë, më lërë të gabojmë. Po jo, për të lërë. E ka fjallën për Parti Demokratike në kuptimet e demokracisë. Lërë gabimet e mia të më vra. Jo, gabimet e tua nuk janë thjesht gabime. Janë hope dialektike. Shkallë më lërë. Faleminderit. Okej, ta në gjopa. Jo, sepse ne kemi parë një transferim votuesish të cilët janë personalisht të doktorit. Doktori ka një paj elektorale të vetën. Ka 500.000 veta, ka 550.000 veta që të thotë ai do shkojmë këtu, do ata vinë me atë, ata njohin vetëm doktorin. Jemi te kutia shkojmë atë, as kund shkojmë me doktorin atë. Nuk ka rëndësi. Vetëm te kutia zhej. Dhe kjo është s'ka shku kërkund tjetër me doktorin atë.
Më falë, Ka ashtë dalë këshu shef apo me jo? doktorin. Ashtë këshu. A kanë dalë shesh me doktorin Zhej? A e kanë përmbys qeverisë? 100.000 veta ta Atere përmbys më thuaj, qeverisë. atë blen vota doktori. Unë do kisha dhënë dorëheqje 2013, do gëzoja pensionin. Jam vota inercie. Pse pra? Nuk e njëri që ka beluar të rëzoj qeverinë. Nga Civjall, mo. Po i shkoj për iku Do luftonte në gradën. Tani, është njësoj si të futet kontarja Gjermane, është njësoj si të futet Karl Heinz Rumenike. Qdo për Rumenike tani, në komptarën Gjermane? trajnerin. Falemderit, e bëri Beckenbaueri. Okej, po nuk futet në fush. Nuk futet në fush. President deri. Falemderit, mund të jetë president deri. Ideja është kjo. Unë do i thja them për të mirë, të më dëgjoj, se është... Ore, të gjithë kemi në një opozitarizëm të mirë në këtë vënd, nuk mendoj që ka shqiptar që nuk do një Sa opozitë me të mirë. ndonë që ndikon në procesin gjyqësor natyra luftarake e doktore, pasush, i bën dot presion gjykatës, apo gjykata nuk e hak të presion? Unë mendoj që Berisha procesin gjyqësor do e kthej në favorin e tij politikisht, për të mbajtur Partinë Demokratike. Pra nga një akuzuar do bëhet një akuzues. Do e kthej politikisht për të mbajtur Partinë Demokratike, siç duket Berisha nuk ka ndërmend të japë dorëheqjen, dhe procesin gjyqësor tashmë përballjen e vërtet me drejtësinë. Kusha kujton fluturon, mo. Që kanë dëmën, s'ka dëmën fare. A ka dëmën kush fletë do i gjën full the blacklist. Liste zez, direkt. Ke parë së fletë basë Po, ama sa po deklaroj zoti Berisha që tha 20.000 vota fjala e personale lirë, flasin. të gjithë do Për atë flasin. nuk ja dorëheqjen. Po për atë pikisht nuk ja misionari fjalës dorëheqjen. lirë. Çdo diktator po fjalën e lirë thot. Qëllmeta. Por Berisha nuk mbajt asnjë qendrim për reagimin e përfaqësuesve të opozitës ndaj gazetarëve të protestës me 16 maj, që ishte një veprim harbut i përfaqësuesve të opozitës. Madje ra këshilloj të kishim kujdes kur raportonim. Unë mendoj që i edhe u tepruaj. Jo, nuk u teprua as pak. Mëse si bën, çau po, u rrapnin gazetarës. Duhet shkojnë të rrahja, duhet shkojnë të rrahja. Çdo me thonë që një funksionari i partisë duke të rrequr Bexhën gazetarë. Rajet ka pas ndodhur 94. Erdi Flamur Noga dhe burë qëtësi, burë ekulimër. Flamur Noga ka pas bërë gjithmonë. Ka disa media që turma e PD-s ka alergji. Dhe ka të drejta ke do ka ilaçe për alergji. E kanë kryqëzuar te doktori, merr ilaçet, s'kem alergji. Ose vjen pranë vera, çelin lulet. Po ke alergji nga pjalmi, për shembull nuk del në rrugë, rin në shtëpi ose në klinikë. Ka dalë në rrugë. Pse del në rrugë? Ajo që ka bërë Flamur Unë mendoj që Zhej, vetëm një fjalë se ndjetin e mos ta them. Se jo më pëlqeu ajo perspektiva që hapi Çelmeta që tha do ta transformoj gjyqin në një platformë, nuk e tha kështu, po ndryshon, një platformë politike sulmuese. Po. Vetëm do të për protestat dhe për menaxhimin e turmës. Flamur Noga e ka pas bërë gjithmonë, ka qenë shumë i kujdesshëm në kohë normale. Ka qenë shumë i kujdesshëm që gazetarët në terren, nga televizori që PD-ja i ka alergji, të rrija afër të jap mesazh turmës të mos i ngacmojnë. Ajo që bëri kësaj radhe Edi Paloka ishte nxitja një turme të tërbuar, dëshpëruar ndaj ca gazetarëve që janë aty për arsye të caktuar dhe që nuk kanë pse të përfshihen të betejë, se nuk e ka fajin askush për atë moment. Që po humbet, të kesh bindjen që po të vjedhin votat, të kesh bindjen që do rrishe 4 vjetë në opozitë tjera, dhe këto 4 vjetë kush i të shndodhë, dhe 4 vjetë tjera. Dhe mund të shfrysh dëshpërimin të mund jetë dhe 8, po se ke gjithmonë kontrolën të themonë. Po janë gjëra tolerueshme, ti ke raste... Nuk po ekzekutojmë, thjesht po themi që ne presim që ata të Por Flamur Nogën do themi gjë pozitive, jo se kam në një gjë. Pozitive po them. Unë do them, ti s'ke thënë akoma gjë. Më thuaj ti një portret më burror në Partinë Demokratike se Flamur Noga. Më thuaj një. Fatkeqësisht nuk e kam me të mbështes që se ke. Sa po thash që Flamur Noga ka qenë kujdestar. Ka qenë kujdestar. Edhe figura hibride ke. Edhe burrnesha. Po, fermat janë shumë mira. Fermat e PD-s janë shumë mira. Nuk si ato gjykime estetik për këtë gjë. Jo, po mos e jep ti, s'ka problem. Ne presim që Flamur Noga stonon sepse në atë parti është më burnore. Dakord. E mirë, për nuk është një stonim për ta mbyllur këtë fjalë nuk është thelbi i diskutimit pse jemi si stononte Lajrit Vasili ke Big Brother që ishte më i dituri. Dhe të gjithë thoshin, ama ne fillove ka këtë dituri aty, hajde lyp s'besh. Po, normal. Po hajde shajmi me libër shtëpie. Hajde shajmi me libër shtëpie. Ne presim nga opozita të na mbrojë nga arbitrariteti i qeverisë, nuk pretet na sulmoj opozita ne. Kaq për ta mbyllur këtë histori, duke njohur gjithkujt ndjeshmëritë e vet, do të bërë empatik për pozicionin që ishim, por nuk është e justifikueshme energjia e përcjell. Ta vazhdoj arsyetimin e lidhjes së gjyqit me betejën politike të Berishës. Po. Tashmë që çështja ka kaluar në gjykim, me shor do zgjidhen gjyqtar
trupa gjykuse, e cila do vazhdojë më pas përballjen me zotin Berisha. Imagjino çfarë bën zoti Berisha, do merret me 3 gjyqtarë tashmë. Historia ka treguar që në çdo vendim gjyqësor të tij merret me gjyqtarët apo prokurorët, me 3 gjyqtarë ai shtyn 3 vjet. Pas 3 vjetësh vijnë zgjedhjet e tjera, 4 vitesh dhe Rama merr mandatin e 5 sërish. Është qartë historia. Do e përdor politikisht 3 vitet e ardhshme, duke sulmuar gjyqtarët me të cilët do përballet para drejtësisë, do sulmoj sërish Altin Domanin dhe në këtë lloj mënyre zoti Berisha në mënyrë indirekte do mbaj sërish postin e kryetarit të Partisë Demokratike. Urojmë të ketë jetë gjatë për ta mbyllur gjyqin. Me protesta para Spagut, para gjykatës posaçme, mbajnë me të ndodhur. Mua më kujtoi deklarata e zonjës Spiro Pali kur e shpalli Skënderbeu. Skënderbeu e mbajti 25 vjet. Nuk shpalli Berisha. Shpalli zotin Rama. Për lapsus. Jo, se tha, Çelmeta tha që do fitoj dhe mandatin tjetër. Tha dhe tjetrin, që ju prit, duroni. Jemi 16 vjet deri tani. Ka dhe një tjetër dhe një tjetër. 8-24. Ti thua do dali fjalës për se ka një ndryshim se Skënderbeu thonë që nuk ka qenë shumë i gjatë. Si? Skënderbeu thonë që s'ka qenë shumë i gjatë, imagjino ti është i gjatë. Pa mirë, tani është përmirësuar ADN-ja. Është përmirësuar, Lart ka diçka, po më Berishën në opozit. Okej. Kam frikë se nuk do jetë më as në opozit, man. Kalojmë në një pauzë publicitare dhe kthehemi për minutazhin e fundit. Publicitet.